Situata e krijuar nga era e fortë sjell ndërhyrje intensive dhe devijim trafiku për garantimin e sigurisë publike. Prej disa ditësh, qyteti i Vlorës, veçanërisht zona e Lungomares, po përballet me një problem serioz si pasojë e kushteve të pafavorshme atmosferike. Sasi të mëdha rëre të transportuara nga era e fortë janë grumbulluar në rrugë, duke u kthyer në një shqetësim të madh për banorët, bizneset dhe qarkullimin e automjeteve në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit. Rëra e përhapur në akset kryesore rrugore ka sjell jo vetëm vështirësi në lëvizje, por edhe bllokim të zgarave të kanalizimeve, duke rritur rrezikun për përmbytjet në rast rreshje shiu. Situata është përkeqësuar nga intensiteti i erës gjatë ditëve të fundit, e cila ka vazhduar të sjellë rër nga Bregdeti drejt zonave urbane. Në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure, ndërmarrjet e Bashkisë së Vlorës ka nisur një aksion të gjerë pastrimi në segmentin e Lungomares. Ekipet e shërbimeve janë angazhuar në teren për largimin e rërës së grumbulluar në rrugë dhe prarjetit të kanalizimeve, me qëllim rikthimin e normalitetit dhe parandalimin e problemeve të tjera që mund të lindin nga moti i paqëndrueshëm. Për shkak të ndërhyrjeve, trafiku i automjeteve është devijuar përkohësisht pranë ish Akademisë së Marinës, në drejtim të unazës së qytetit. Ky devijim është bërë për të lehtësuar punën e mjeteve dhe për të garantuar sigurinë e drejtuesve të automjeteve dhe këmbësorëve. Puna në teren është zhvilluar me intensitet të lartë dhe do të vijojë deri në pastrimin e plot të zonës së prekur. Krahas largimit të rërës nga sipërfaqja e rrugëve, po kryen edhe kontrolle të vazhdueshme të kanalizimeve për të shmangur çdo bllokim që mund të sjellë pasoja. Garantimi i sigurisë dhe funksionimit normal të qytetit, sidomos në kushte të motit të vështirë, kërkon angazhim të pandërprer nga strukturat përgjegjëse. Bashkia thekson se ekipet e saj janë në gatishmëri të plotë, duke punuar orë pas ore për t'i paraprirë çdo situate që mund të shkaktohet nga faktorët natyror. Aksioni i nisur në Lungomare ka zgjatur disa orë, me synimin për të rikthyer sigurinë, pastërtinë dhe qarkullimin normal në një nga zonat më të rëndësishme turistike të Vlorës.